Mirë, shumë faleminderit. 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 Shumë faleminderit dhe në ndërkohë që do përpiqen të rregullojnë defektin teknik, që unë besoj që ishte i mirëseardhur se ishte orvajtja e fundit e syrit keq. Po e marr unë fjalën, dashura nëna, motra, bia, kudo ku jeni, sot ne jemi mbledhur njëkohësisht në të 12 qarqet e vendit, ku do zhvillohen 12 garat e përballjes elektorale për kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë për të nisur zyrtarisht fushatën e 11 majit. Dhe duke qenë se ishte e vetmja mënyrë për të lidhur bashkë të gjitha forcat komando të forumit gruas, ne menduam që më e udhës ishte të mblidheshin drejtuesit dhe koordinatorët e çdo qarku për të përcjell nga këtu dhe bashkë me ju për gjitha gratë dhe vajzat e Shqipërisë një mesazh të drejtë për drejtë. Shqipëria është grua. Europa është grua. Dhe suksesi i përpjekjes për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian varet në radhë parë nga nënat, nga motrat dhe nga bijat e Shqipërisë. Nuk ka asgjë që mua më bën më shumë krenar për Partinë Socialiste, se sa fakti që kjo forcë politike mbështetet fuqimisht nga gratë dhe nga vajzat e Shqipërisë. E thënë ndryshe, Partinë Socialiste e mbështesi në rang kombëtar 56% e zgjedhësve gra dhe vajza.